Kjo është Tatjana Buda e bia e akademikut Alex Buda, ndërsa këto ambiente mbajnë atë çka ka mbetur nga biblioteka me mbi 10.000 tituj që profesor Buda ka pasur. Pjesa më e madhe, për të mos thënë pothuajse e gjitha, i është dhuruar bibliotekës kombëtare gati 3 vjet më parë nga familja. Biblioteka kombëtare ka qenë streha e parë më njëherë mbas luftës ku u grumbulluan libra pa fund. Ishin librat e ajkës inteligjencës që u sekuestrua. E mbaj mend këtë që e ka treguar i matë, sepse ai ishte drejtori i parë i bibliotekës kombëtare më njëherë mbas lufte. Sot biblioteka kombëtare numëron mbi 1 milion ekzemplar, ku koleksionet më të vjetra të njohura ndryshe si antikuar janë plot 2448 vepra të ralla. Pas viteve të vështira të frekuentimit, kryesisht fillimi i 90-s, institucioni sot ka një frekuentim në rritje për shkak edhe të teknologjisë moderne që është aplikuar. Siç shpjegojnë specialistët, vetëm për 4 muajt e parë të këtij viti, mbi 55.000 përdorues kanë shfrytzuar risinë e bibliotekës, aksesin online të katalogëve. Biblioteka kombëtare bën të gjitha statistikat e saj për të gjithë përdoruesit që frekuentojnë bibliotekën. Këtu tash kohët e fundit ajo ka bërë të mundur të monitorojë edhe faqen e internetit. Por çdo të thotë përdorimi digitalizuar. Këta skedar të vjetër e me shkrim dore janë zëvendësuar nga ky sistem modern. Mjafton të fusësh një të dhënë mbi atë çka kërkon dhe menjëherë del numri i dosjes se ku ndodhet libri apo periodiku. Së fundmi pjesë online e bibliotekës digjitale janë bërë edhe materialet albanologjike si dhe hartat antikuar.